Kreu i SPAK Lodian Brau është pyetur nga gazetarët lidhur me arrestimin e biznesmenit Ermal Beqiri në Francë. Brau thotë se kanë kërkuar sekuestrimin e çdo pasurie të biznesmenit Ermal Beqiri, i cili u kap të shtunën ndërsa fluturonte mbi një central bërthamor në Francë. Kreu i SPAK sqaroi se procedurat ishin ndjekur në bashkëpunim me autoritetet franceze dhe se arrestimi nuk ishte një veprim i rastësishëm. Sipas tij, prokuroria kishte komunikuar prej javësh me autoritetet franceze dhe kishte shkëmbyer informacion jo vetëm për kapjen e Beqirajt. Ermal Beqiri u arrestua në Francë pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar me kërkesë të SPAK për dosjen Akshi. Gjykata e posaçme ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg për disa vepra penale, mes tyre heqje e paligjshme e lirisë, konkurrencë e paligjshme përmes dhunës, shkelje e barazisë në tendera publik, grup i strukturuar kriminal dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Sipas autoriteteve shqiptare, arrestimi u realizua fal bashkëpunimit mes Interpol Tiranës dhe Interpol Lyon. Beqiraj ndodhet aktualisht në paraburgim në Francë dhe pritet të ndiqen procedurat ligjore për ekstradimin e tij drejt Shqipërisë. Ermal Beqiri i shpallur në kërkim nga autoritetet shqiptare në kuadër të hetimeve për skandalin e tenderave të Akshit. U arrestua në Francë përpara 2 ditësh. Lajmi është bërë i ditur nga mediat franceze, të cilat raportojnë se Beqiri është ndaluar nga autoritetet franceze. Sipas informacioneve paraprake, arrestimi është kryer gjatë një fluturimi mbi një central bërthamor në Normandi të Francës, në një lartësi më të ulët se kufiri i lejuar. Ndërkohë, kreu i SPAK Lodian Brau po zhvillon takimin e parë me gazetarët, ku po bën një bilans të punës së SPAK nga 1 janari deri më 15 korrik 2026. Në vetëm 7 muaj SPAK ka hetuar 16 zyrtarë dhe ish zyrtarë dhe ka vënë në sekuestro 440 milion euro pasuri. 16 zyrtarët e hetuar në 7 muaj. Kryetar ose ish kryetar bashkie 5, drejtues ose ish drejtues institucionesh qendrore 5, gjyqtar, ish gjyqtar, prokuror 3, ministra ose ish ministra 2, deputet 1. Pasuritë e sekuestruara në 7 muaj, pronat paluajtshme, tokë, truall pyje mbi 150.000 m2, vila, apartamente dhe hotele mbi 60, shoqëri tregtare, kuota kapitali dhe asetet të tyre mbi 10, llogari bankare mbi 620, automjete dhe mjete lundruese rreth 100.